Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj bëri të ditur se janë bërë të gjitha përgatitjet për protestën e nesërme. Sipas tij, protesta do të jetë e qetë. Kundërshtimi opozitar është i gjallë, Kosova është e gjallë. Nesër do të dëshmojmë shesh se ky kundërshtim do ta mbrijnë fuqinë e vet me detyrue qeverinë antikushtetuese, me reflektu dhe me ia kthy mandatin qytetarit. Janë angazhuar mira aktivist, përkas, qytetar, i falenderojmë gjithë, kemi njoftu policinë e Kosovës për gjithë itinerarin e udhëtimeve, edhe nesër protesta do t'jetë paqësore. Ndërsa lideri i nismës për Kosovën, Fatmir Limaj, u bëri thirrje qytetarëve për pjesëmarrje sa më të madhe në protestën e nesërme. Kemi të vendosur që pa plotësimin aty në dy kërkesave nuk do të ndalemi në protestimin dhe kundërshtimin tonë në drejtim të këtij koalicioni qeverisë. Prandaj bëj thirrje aktivistëve dhe simpatizantëve dhe qytetarëve të Republikës Kosovës, pa dalë bindje politike që nesër të bashkohen protestës tonë. Protesta e nesërme, me anë të së cilës do të kundërshtohet marrëveshja e përcaktimit të vijës kufitare me Malin e Zi dhe ketë qeverisja në Kosovë, do të jetë e para pa lëvizjen vetëvendosje. Protesta do të nisë në orën 14.